Se edhe më thanë se a disa më kanë zej për ti. Nani, ndash, të rego, qka? A të foli? Fol lirisht. Tha jo ta ka morë, tha pare në gjep, tha që ka jo ta bo me gisht. Inspektori i policisë, Gostivar, të ka thonë ty se unë kam marrë pare për të vëntande. Ti jam ke thonë mu pare? Jo, po. jo, kushe ti të kanë pagujtë. Kush më ka pagujtë? Edhe ti musëm këj kërku pare. Unë e shkreta nuk e disha, a di kur erë dhe kur tash, po ti si je mundu ki ardërin të une, a duna unë ti të pagujtë diçka, ti thave jo, këtu s'ka lidhje me pagesa, më thave qështu. Jo, plus unë dhash ti pare. Po, më dhave një denar për fëmijë të më gjindë. Për fëmijë ta pish një kafe. Po, ta pi një kafe. Në asë një rast, dhe kam dashur këtë, falimderi që e tregove dhe publikisht, se kam dashur këtë ta them në njëherë në media, nuk ka palë e cila vjen tek unë të bëjë intervizë dhe pas kur shkonte i inspektorët e policisë, ata e pyesin sa pare të mori Liridona, a e pagojtë Liridonën. Jo, kushe unë të kam pagujt, kushe ti, ato shtetit pagujt. A shtetin pagujt. Shtetin pagujt të bëjë intervista njerëzve. O, ku t'ishte ajo e mirë. Po ka edhe që mendojnë se këto njerëzin pagojnë mua. Më s'kisha pas besim të ti, unë nuk do të thirësha këto mbanesë. Shteti nuk na paguan, askush nuk na paguan, kjo është një punë me shumë dëshirë dhe me shumë dashamirësi për t'u dhënë dorë njerëzve që e bëj unë. Inspektorët e policisë a e dish ku e kanë hallin, sepse nuk dëshirojnë që ju të vini tek unë, se unë u anxjeri publikisht me emra, me mbi emra, dhe në momentin që ti e ke raportu rastin, kontrolla e brendshme, policisë është një organ i cili i kontrollon këto policët, me njëherë më lajmërohen, kena atje tash kontaktet tona, dhe mi kërkojnë emrat mbi emrat e këtyre policëve, inspektorëve policorë, cilët nuk e kanë marrë rastin të ndorë. Me njëherë fillon procedurë e brendshme e cila i ndëshkon këto policë dhe deri në përjashtimi nga puna, kështu ka ndodhur me shumë inspektor policor dhe punonjës policor, andaj ato se cila palë që shkon në zyrë, ju thonë, mos shkoni tek Liridona, mos shkoni tek Liridona. Inspektorët policisë e keni shumë gabim, si dhe të gjithë punonjësit ka qenë edhe deri tek një grua nga Bogovina që e kemi trajtuar edhe prokurori e ka pyetur sa parati mori Liridona për këtë rast. Unë e kuptoj mendësin tuaj, në cilën se cili njeri për çdo pyetje fillon fillimisht nga vetja dhe ata nuk e kanë mendësinë të punuarit profesion me dëshirë, pra se cili e mendon në aspektin korruptiv. Thot, i ka marrë para, sepse duhet që të hyjnë konflikt Liridona me të gjithë institucionet për palët. A kuptoj mendësinë, nuk ka as pak lidhje. E kam dëgjuar 100 herë këtë rast. Jo, ato s'kam thonë se unë ti t'kam dhënë pare. Ty s'kam thonë, ama rasteve tjera po. A be anja jo ashtë, mu su mi të nësën ajo, ama pse kështu me manzaj kryen, qika jo të abo me gisht. Edhe mu më ka thonë pare dikush. Qika jo të abo me gisht, aja e ka bush gjepin. Abe, oj, mu më bëjt qefiti nëse e ki mush. Aba kush për i dha të pare? Ndështë më kupton se qëfar njëri jam. Unë e du veç drejtësia dale edhe për qikën. Për qikën ta mash men se ka me dalë lajme. Unë e ka me kallë këtë familje që e shetë grujen adim selimi me pare. E shetë, ka fakte. Gjenjën një Macedongë, se dështë ajo s'ka qef tja publikoj emrit. Gjenjën një Macedongë që ka thonë Dema, ati